Të nderuar, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është parim kushtetues. Mirë po për një qerek shekulli asnjëherë nuk u bë ligj. Kemi pasur arnime dhe asgjë tjetër. Pa ligj, BDI e kishte më lek të manipulonte, pa ligj e kishte më lek të mbante shqiptarin peng me mashtrime. Dhe shqiptari ka parë të gjitha. Ka parë si punësojnë njerëz pa merit, ka parë si të tjerët lihen jashtë, edhe pse e meritonin, ka parë si kërkohen para për një vend pune që u takon, ka parë si kjo çështje ishte kthyer në biznes politik. Kjo ishte mënyra e tyre e qeverisjes, por kjo tashmë i takon të kaluarës. Pas heqjes së veglës balancuesi, ne si vlen nuk u fshehëm, nuk u strukëm, i përveshëm mëngët dhe sollëm ligj. Sepse shqiptarët nuk mund të mbahen më me vegla, shqiptarët meritojnë ligj. Me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, për herë të parë vendoset rregull për të gjithë, për herë të parë kjo punë nuk mbetet më pa zot shtëpie. Për herë të parë formohet trup koordinativ në krye me zëvendës kryeministër shqiptar, që do ta ndjekë zbatimin e ligjit dhe do të kërkojë llogari nga çdo institucion. Me pak fjalë nuk ka më vend për hile, deklarimet e reme nuk kalojnë më dhe koha e mashtrimeve merr fund. Ky ligj nuk është për një parti, ky ligj është për çdo shqiptar që ka pritur me vite të trajtohet si duhet, të marrë hisjen e vet. Sepse në fund të fundit njerëzit nuk kërkojnë shumë, kërkojnë vetëm drejtësi. Veglën e zëvendësuam me ligj, sepse shqiptarët nuk janë vegël, shqiptarët janë ligj.